Të nderuar teleshikues mirë mbrëma. Për shkak të intensitetit të fushatës elektorale, edhe pak ditë kanë mbetur nga data 11 maj, emisionin e mbrëmjes sotme e kemi ndarë në 3 pjesë. Në pjesën e parë do të flasim për krimet zgjedhore, nëse ka të tilla, ka një intensifikim të luftës nga opozita që thot bën deklarata të forta që ka krime zgjedhore, do më thënë përpjekje për të manipuluar zgjedhjet, dhe disa ngjarje të kronikës do t'jenë të kjo pjesë. Më pas në 2 pjesë tjera do të fokusohemi në çështjet zgjedhore dhe fushata. Të ftuar në studio për pjesën e parë, unë kam Klodiana Lala, gazetare, drejtuese në Shënjestër. Faleminderit zonja Lala. Kënaqësi. Xhevari Xhabina, faleminderit. Mirëmbrëma. Pra, si thamë, në ndajnë vetëm 10 ditë nga zgjedhjet e 11 majit. Dua të di tani, zonja Lala, a janë evidentuar raste të krimeve zgjedhore? Çfarë ka rezultuar nga hetimet deri tani? Opozita ka filluar të bërtas, si thash fort, që ka parregullsi. Cilat janë ato nëse ka? Dhe institucioni që merret me këtë punë, sot kryetari i mazhorancës tha që ne kemi garant mbi palët spakun. Atëre, çfarë ju keni konkretisht? 2 shifra, sepse ka marrë shifra zyrtarëve nga ana e policisë së shtetit, por edhe nga ana e prokurorisë posaçme, rezulton që sa i përket krimeve në fushën zgjedhore, policia e shtetit aktualisht ka 19 raste nën hetim, 18 prej cilave janë raste të hetuara dhe të iniciuara nga ana e saj, ndërkohë që një rast tjetër është dërguar për ndjekje dhe kompetencë, pra është deleguar nga ana e prokurorisë posaçme. Nga këto raste bëhet fjalë për 3 forca politike. Partia Socialiste mban numrin më të madh, pra mazhoranca, Partia Demokratike ka mes tyre dhe Partia Social-Demokrate e Tom Doshit. Pra këto janë 3 forcat politike që deri më tani, pra deri në këto momente, janë të dyshuara për krim zgjedhor. Nga këto bëhet fjalë për vepra penale që kanë të bëjnë me korrupsionin në zgjedhje, por kemi vetëm një rast të arrestuar që është ai rasti i Lushnjës me 50.000 lekë ose 500.000 lekë të vjetra për blerjen e votës. Kemi disa raste të shpërdorimit të detyrës, ndonjë shpërblimi dhe premtimi në këmbim të votës, si dhe përdorimi i funksionit publik në veprimtari politike dhe zgjedhore. Këto janë shifrat zyrtare nga ana e policisë së shtetit deri në datën 28 prill, sepse të dhënat më pas do të përditësohen ditën e nesërme dhe do të ketë një buletin tjetër sa i përket të dhënave konkrete me përditësime. Ndërkohë që prokuroria e posaçme ka quar në 30 deri në këto momente numrin e procedimeve penale që kanë të bëjnë me fushën ose me krimet zgjedhore, sepse ndryshe nga policia, prokuroria ka edhe një portal ose një faqe, ose si mund ta them një faqe online, ku shkojnë edhe ankesa në mënyrë të drejtë për drejtë, ose janë raste që qelen kryesisht nga ana e hetuesve të Byrosë Kombëtare të Hetimit. Në këndvështrimin tim, të gjitha këto raste, sipas meje, do të japin rezultat, por do të jetë rezultati, mendoj, pas zgjedhjeve, sepse janë raste të cilat janë në punë e sipër, sepse natyra e krimeve zgjedhore është e tillë që nëse nuk kapet paraja, pra nëse nuk kapet momenti dhe nuk kapet paraja kur për shembull individi ja jep votuesit, mund të jetë përfaqësuesi i një force politike, është shumë e vështirë për të ngritur veprën penale të korrupsionit. Megjithatë, kjo strategjia e hetimit të krimit zgjedhor është hera e parë që është duke funksionuar. Kemi në të 12 qarqet prokuror të prokurorisë posaçme, prokuror të jurisdiksionit, të prokurorive të jurisdiksionit zakonshëm, hetues Byrosë Kombëtare të Hetimit dhe hetues të krimit ekonomik, të cilët janë shpërndarë dhe janë duke funksionuar si task force e posaçme për hetimin e krimit zgjedhor. Këto janë shifrat konkrete, sigurisht që unë kam pritur shumë në këtë aspekt, megjithatë do duhet presim se çfarë rezultatesh konkrete do t'japin. Patjetër që Partia Demokratike ka të drejtën si çdo forcë tjetër politike të flasë për shitblerje të votës, por në fund fare shitblerja e votës varet nga forca ose nga ndjekja penale që do të ushtrojë jo vetëm SPAK, por edhe prokuroritë e zakonshme dhe nga numri të ndëshkuarve. Në të kundërt pastaj do të mbeten thjesht akuza të hedhura nga forcat politike. Sigurisht që zoti Rakipi, ne tani mund të fokusohemi vetëm te statistikat për shkak se i tillë është mënyra se si hetohet krimi zgjedhor. Dhe në fakt unë doja të cilat disa statistika tjera sa i takon deri në ç'fazë janë, po them, kallëzimet e regjistruara nga prokuroria e posaçme deri në këtë moment që ne flasim.
Nga informacioni që ka marrë është që prokuroria e posaçme deri tani drejt prokurisë së posaçme janë drejtuar rreth 70 kallëzime, nga të cilat 24 janë bërë në platformën të cilën Klodi e përmendi, në platformën online që ka prokuria e posaçme, 24 të tillë, dhe nga këto kallëzime, nga informacionet që ka marrë është që 26 janë regjistruar 26 procedime. Po, këtë drejt, por ishte raportimi fundit. Raportimi që mora ditën e sotme ka shkuar në 30, kështu që në viz shifra, po je korrekt në raportimin e fundit. Duat shtoj diçka tjetër që nga këto 26 procedime, 7 janë të regjistruar me iniciativë nga prokuria e posaçme, nga vetë prokurorët e prokurisë posaçme, dhe unë kam përshtypjen që këto janë edhe procedimet më të rëndësishme që mund ketë prokuria e posaçme. Në këtë fazë që ne jemi duke diskutuar, është pak e vështirë që ti të marrësh informacion se për çfarë rastesh konkrete kanë regjistruar hetime kryesisht prokurorët e prokurisë së posaçme. Dhe bashkohem me Klodin në të njëjtin mendim që rezultatet për hetimet e krimeve zgjedhore për mendimin tim duhet vinë pas zgjedhjeve zakonisht ose disa ditë para zgjedhjeve, nëse do të kemi raste flagrance. Në zgjedhjet e kaluara kemi parë, po kanë qenë sporadike, dhe unë mendoj që ky do të jetë edhe suksesi i prokurisë së posaçme, nëse këto procedime të nisura kryesisht nga ajo do të kenë vlerë, dhe dua të shtoj edhe këtu një gjë tjetër që krimi zgjedhor në Shqipëri në shumicën e rasteve që është hetuar nga prokuria e posaçme vitet e fundit, por dhe nga prokuria e krimeve të rënda dikur, kanë qenë një dështim, dhe ndoshta këto janë zgjedhjet që SPAK duhet ta hetoj seriozisht dhe të ketë rezultate ndryshe. Ne do të kemi një ripërsëritje të historisë dhe do të shohim që gjithë këto hetime të nisura nga prokuria e posaçme do dërgohen drejt prokurorive lokale, dhe nëse ti e dërgon një dosje në Dibër apo në Durrës, dihet rezultati në fund. Është interesante, Julli, se Gjevi e përmendi shifrën 7 procedime penale ose 7 hetime të qelura kryesisht. Për ta sqaruar për opinionin publik, hetimet që qelen kryesisht janë të dhëna që merren kryesisht përmes përgjimeve, ose përmes informacioneve, jo, nuk e besoj në rastin konkret që janë nga mediat, nuk mund të them më shumë detaje, po janë kryesisht hetime që merren ose nga anëtarë të grupeve kriminale, ose hetime përmes përgjimeve, pra duke përgjuar një subjekt tjetër, mund të dalin të dhëna që mund të orientojnë prokurorët për krim zgjedhor. Dhe në fakt shpresa më e madhe edhe për prokurorët janë pikërisht rastet e hetimeve të këtyre, pra këto rastet të cilat ka përgjime dhe ka të dhëna konkrete për mënyrën se si është kryer krimi zgjedhor. Ju me të drejtë, por edhe publiku me të drejtë mund të pyesë pse nuk ka arrestime. Krimi zgjedhor, për të provuar dhe për shkuar deri në fund që të provohet fajësia e një personi të nesërmen, do duhet ketë një bazë dyshimit të arsyeshëm dhe prova konkrete për ta çuar përpara gjykatës. Kështu që unë mendoj do të doj kohën e vet. Megjithatë, në 10 ditëshin, pra duke qenë se jemi në 10 ditëshin e fundit përpara zgjedhjeve, mendoj që kjo është edhe faza ose situata dhe momenti më i nxehtë që sigurisht edhe prokuroria do të ketë edhe më shumë brumë për të patur edhe jo vetëm hetime, por për të patur edhe goditje konkrete sa i përket hetimit krimit zgjedhor. Okej. Tani, ju thatë që ka 70 kallëzime. Kush i ka bërë këto kallëzime kryesisht, përveç kësaj online? Media apo janë sigurisht të partive politike, të KQZ-s, është institucioni i cili merret me qytetarë të ndryshëm të cilët i besojnë platformës online të prokurisë së posaçme. Kjo është mënyra me cilën dhe aktorët të cilët kanë bërë kallëzime në prokurinë e posaçme, dhe për mendimin tim janë goxha kallëzime. Unë nuk ndoshta mund të kenë qenë edhe më shumë në zgjedhjet e kaluara, po kanë qenë kryesisht të subjekteve politike, dhe këto lloj kallëzimesh dihet që brenda kanë edhe nota të forta politike dhe her pas here nuk kanë prova. Po për shembull, ja të ndalemi pak në një rast konkret. Para pak ditësh unë kam raportuar një lajm për pyetjen e zotit Arbian Mazniku në prokurorinë e Tiranës. Pra dua të sjell një shembull që ka të bëjë për mënyrën se si jetohet krimi zgjedhor. Në atë kohë zoti Mazniku nuk u denoncua direkt, ishte Belind Këlliqit që denoncoi zotin Erion Veliaj në lidhje me rrugën Gjon Belushi, sepse rruga ishte ndërtuar ndërkohë që tenderi nuk ishte zhvilluar, ishte online dhe nuk ishte zhvilluar tenderi, pra ishte bërë gjithë puna me bashkinë për shkak të zgjedhjeve. Çfarë kohë flasim konkretisht? Po flasim për zgjedhjet vendore në 2023. Zgjedhjet lokale. Zgjedhjet lokale, po pra zgjedhjet vendore. Dhe në rastin konkret, pa për të kuptuar, prokurorisë u deshën 2 vjet, sepse duhet të kryente atë procedurë, ndonjëherë procedurat hetimore nuk shkojnë paralel me ato çfarë ne presim.
dhe prokuroria vetëm pas 2 vitesh thirri zotin Mazniku për ta marrë në pyetje sepse rezultonte që autoriteti kontraktor në rastin konkret, pra për tenderin e kësaj rruge, që asfalti ishte shtruar, rruga ishte rregulluar, po ndërkohë tenderi nuk ishte zhvilluar, tenderi nuk ishte asgjë kundi, ishte zoti Mazniku. Dhe sot që flasim, prokuroria e posaçme, pasi ka marrë dëshminë e zotit Mazniku, që aktualisht është drejtues qarku në Elbasan, është po ashtu ministër i shtetit për pushtetin vendor, duhet theksuar që pas 2 vjetësh, dosja për zotin Mazniku po bëhet gati për të shkuar në prokurorinë e posaçme. Pra mund të ndodhë që hetimet të cilat mund të nisin sot, mund të kenë efektin disa kohë më vonë edhe në varësitë e curisë së dosjes konkrete, se mund të kërkohet. Çfarë efekti do ketë mbi rezultatin e zgjedhjeve? Mirë, patjetër mbi rezultatin e zgjedhjeve është histori tjetër, por nëse jetë 3 hapa me vonesë, çfarë vlerë ka? Dakor, pastaj nëse ne flasim që mund të japi vlerë fare. Jo, vlerë për individin, nëse dënohet për krimin zgjedhor, për individin konkret patjetër që duhet të mbaj pasojat për ato çfarë ka kryer. Ndërkohë që sa i përket rezultatit nuk di sa mund të ndikojë edhe po arrestua një person apo 2, nuk e di se çfarë ndikimi mund të ketë kjo. Për të se sa i dështuar ka qenë hetimi i krimit zgjedhor më përpara, do të sjell disa shifra të vitit 2021. Në prokurinë e posaçme, por dhe në prokuritë e rrethave në atë kohë u dorëzuan 293 kallëzime dhe vetëm 3 vendime fajësie ka për gjithë këto kallëzime të supozuara se kanë ndikuar tek rezultati i zgjedhjeve. Prandaj është radha për të hetuar seriozisht krimin zgjedhor dhe SPAK-u për herë të parë ka miratuar një strategji të tillë, të shohim nëse do ketë rezultat. Duhet presim ndoshta edhe 10 ditë sa vinë edhe zgjedhjet. Ju një gazetar që përveç të institucionet e ligjit, punoni dhe jeni afër tyre, ju keni dhe natyrë investigative. Të 2 drejtoni ndonjë emision të këtij lloji. Tani, opozita po bërcet tham fort për paregullsi. Dhe intensifikimin opozita e ka bërë tani. Duket ka dhe interesat politike që ju i theksuat, por unë do të diskutoj ato në minuta më vonë. Kur diskutoj në pjesën e dytë, do të kem këtu analist politik. Dhe të shikojmë se çfarë është konkretisht kjo gjë, sepse ka 35 vjet që ne jemi në proces, hymë në procese zgjedhore dhe jemi vendi në Ballkan, ndoshta mi dyshimtë për mos njohjen e proceseve, për mos njohjen e zgjedhjeve shpesh dhe thjesht edhe për blerjen apo vjedhjen e votave, që nga viti 90. Të jemi realist. Tani, nuk është zgjedhor, zoti Rakipi, nuk është vetëm blerja e votës. Krim zgjedhor është edhe kur një ministër përdor vën në shërbimin e vet të gjithë administratën, kur të gjithë drejtorët e administratës janë të përfshirë në fushat këmbekrye, pra lën punët që i ngarkon ligji dhe shkojnë merre me fushat zgjedhore, kur gjithë makinaria shtetërore vendoset në funksion të zgjedhjeve. Pra, krimi zgjedhor e vetmja gjë që kjo strategjia të japë rezultat është që qytetarët në vetvete të bashkëpunojnë gjatë gjithë kohës me institucionet. Pra kjo është e vetmja mënyrë që mund të japë rezultat. Se shkojmë pak te vota diasporës. Po të shikosh, është bërë rëndom marrin emigrantët, pra vota që mendohet që mund të ndryshonte të ardhmen e këtij vendi, është bërë një paqavure e vërtet. Pra emigranti merr aty, e filmon votën, apo s'do të... Që jemi një pyetje... Jemi një pyetje... Nëse është tani për diskutim. Jo, s'është tani. Dakor. Është një pyetje... Po të them që... Kam një pyetje në pas, jo, të mos ikim nga ky moment edhe pak. Po se çfarë mund të bëjë opozita në të ardhmen, unë nuk e di. Opozita mund të njojë rezultatet. Atëre ka mund pyetje tjetër. Problemi është që në rastin konkret, e vetmja mënyrë që krimi zgjedhor të kapet në flagrancë është kur qytetarit i premtohet diçka, ai mund bashkëpunoj me prokurorinë, me policinë dhe tjera me radhë, duke patur raste të denoncuara, duke patur fakte konkrete, duke patur video, audio e tjera me radhë. Kjo është e vetmja mundësi që të parandalohet shitblerja e votës. Në të kundërt, ja do kapi 5 prokuroria, ja do kapi 10, ja do kapi 20. Çfarë do të ndryshoj kjo në shumicën e vet? Ne kemi parë gjithë drejtorët e administratës që vjen rresht për një. Më thoni kush drejtor administrate guxon sot ti thotë jo një ministri apo kryeministrit. Më thoni, sepse të nesërmen nuk është më në atë vend puna apo jo. Po duhet të faktojnë këto. Duhet të thotë. Pikërisht pra, por prandaj po të them që duhet bashkëpunim. Por shumë ne kishim rastin Shpesh Klodi, jo. Ja një sekondë të ndryj pak një moment tu edhe për shikuesin. Shpesh ne kemi 35 vjet kemi administratat politizuara. Në administrat merren përgjithsisht njerëz të besuar.
nuk është se merren njerëz të cilët vinë me background-e të shkollës, të Plotësisht dakord, se prandaj jemi dhe në këtë pikpamje ne kemi dhe ati nuk e çfarë i bën. Jo s'pak, po ti merr edhe zotin zbritën tokë, ai është i politizuar. Patër pse ja kërkojmë ne prokurorisë dhe policisë? Pra kur e pranojmë këtë jo këtë do ta zgjidhë shoqëria me unë, s'kam pikë besimi. Ne po diskutojmë tani. Se ne ja kërkojmë këtë një institucioni. E di pse po e diskutojmë ne. Nga që e ka intensifikuar opozita këto momentet e fundit. Tani nesër unë si hyj fare ta diskutoj se as nuk e njoh të fushë. Fjala është për shembull që tani është rritur intensiteti dhe ideja e blerjes votave. Qarqet më problematike të cilat janë dhe ku janë, ku kemi shenja. Tani Durrësi nuk ka nevojë, Durrësi është tamam si Kolumbia sot. Po. Elbasani po ashtu. Nuk ka diskutime, edhe po se shite voton, ata do ta marrin me Kalashnikov të koka, është histori që nuk ka nevojë fare. Pra ti thua që funksionojnë këto? Absolutisht që po. Dhe koha do ta tregoj se diku do mbetet një provë për këtë gjë. E mbani mend 339-ën e famshme dhe 184-ën? Po 184-ën. Mbeten diku provat. Dikush do flas, dikush do pendohet. Po përgjojnë të huajt se ka. Po edhe përgjojnë të huajt, edhe shqiptarët. Tani ka dhe afat një hetim tani se u bë 10 vjet nga Dakor, po them që kjo që po them sot do provohet Gjevahir nesër. Në këtë kuptim e kisha, kështu që këto po ndodhin. Ne kemi rastet edhe kur dikush refuzon, në disa qarqe si që është Durrësi, Shkodra, Elbasani, Fieri dhe Tirana, këtu janë për mua 5 qarqet problematike. Nuk e shikoj fare problematike Dibrën për shembull, qarkun Dibër. Pavarësisht se mund të ketë, po nuk e shikoj të shkoj deri në këtë pikë. Ndërkohë që në këto qytete janë jo vetëm problematike dhe duhet ketë në këndvështrimin tim, nëse nuk ka bashkëpunim mes qytetarëve dhe institucioneve, është histori e kohët që ne t'ja kërkojmë edhe policisë edhe prokurorisë. Ta kërkojmë fillimisht tek vetja, nëse një qytetar shkon dhe jep votën për 50.000 lekë, ajo votë është e kontaminuar, nëse mund ta them kështu, si një kontener me banane që brenda ka kokainë. Ka që shumë e thjeshtë. Mendoj që nuk vjen presioni nga ai 50.000 lekë që do marrë dikush se do i blet votën. Unë mendoj që blerja e votës dhe ndikimin, orientimin në zgjedhje fillon tek administrata dhe patronazhimi që i bëhet administratës. Kështu që nëse flasim për një administratë që shkon në shifrat e 180.000 personave të punësuar, kështu që është një armatë e tërë e cila është në thundrën e pushtetit. Kështu që unë mendoj që risia e kësaj fushate dhe për të parë nëse ka apo jo ndikim të krimit, mendoj që janë të rinjt. Ne shohim në listat e partive politike të rinjt të cilët janë anonim dhe nuk thonë asgjë nga ana politike, por që flitet dhe përflitet që mund të ketë ndikim të krimit të organizuar prapa pas këtyre të rinjve, dhe unë kam përshtypjen që në këtë drejtim është duke punuar edhe Prokuria e Posaçme dhe Byroja Kombëtare e Hetimit. Për të parë, sepse ne kemi parë që SPAK-u është shumë prezent dhe Byroja Kombëtare e Hetimit është shumë prezent në Elbasan, në Durrës dhe edhe në Fier, po sepse kishim edhe ngjarje në Fier, kështu që por risia janë të rinj dhe pas këtyre të rinjve dyshohet që mund të ketë grupe të caktuara interesi ekonomike, politike, por edhe kriminale, të cilët orientojnë votën drejt këtyre të rinjve që shesin veten si fytyra e re e politikës në Shqipëri. Të kalojmë në një moment tjetër që është mjaft interesant, por është dhe një problematike e re. E pa njohur dhe pa përvojë. Do me thënë këtu, përveç kësaj ides që mund të vitet votat diasporës, është dhe jo përvoja në këtë lloj votimi. Bota, shpesh, i bën në një mënyrë shumë të thjeshtë nëpërmjet votimeve në internet e kështu, qartë me programet qartë e gjitha, ndërsa kjo duket një metodë shumë e vjetër dhe shumë primitive, dhe thonë që ka rënë... Jo, është e manipulueshme. Votimi e manipulueshme, thoni mirë ju, e thatë më mirë se unë, votimi diasporës ka shfaqur, në këtë pikpamje ka shfaqur disa problematika. Emigrantët kanë dalë në TikTok, për kemi parë emigrantë që dalin në TikTok, me shumë vota në përduar. Me shumë vota në përduar, shkangre pikpyetje për dorëzimin e zarfeve, deformimin e vullnetit për shkak të votimit në grup. Ka patur shumë raportime se zarfat lihen në vende jo të sigurta. Dorëzohen pa kërkuar ID-n e me radhë. Ja, le të ndjekim një video. Rame!
Ke dhe shembull tjetër ti? Po, kisha, nuk dua, ju e pa të besoj dhe mund t'ja tregoni opinion publik. Do me thënë, çfarë ndodhi Ylli? Unë mendoj që u gjet rruga e gabuar, kam shpresuar shumë që vota e emigrantëve mund të ndihmonte për të sjellë një frymë të re në politikën shqiptare, edhe për shkak të partive politike të reja, edhe për shkak të shumë aspekteve, mund të kishim një rezultat që mund të jepte një frymarrje vendit. Po kam përshtypjen u zgjodh mënyra e gabuar për votën e emigrantëve. Pse? Mua më kanë sjell 10 pamje filmike, por edhe momente kur hapin zarfet e tjerë me radhë, përveç se votohet, pra emigrantët spari nuk e kanë kuptuar që vota duhet jetë e fshet dhe duhet të zbatojnë në mënyrë të përcaktuar, pra të votojnë fshetazi dhe ta nisin votën me post, mund të bëhej një platformë në mënyrë elektronike dhe të ruhej nga hakerimi e tjerë me radhë, pra të kishte një rrjet të sigurt për të votuar emigrantët, dhe në këtë mënyrë do të ishte më normale dhe nuk do të deformoj vullneti. Shi çfarë ndodhi Ylli. Unë kam takuar ditët e fundit në terren njerëz të administratës, të cilët janë të detyruar t'ju provojnë shefave të tyre që kanë arritur të sigurojnë deri në 3 vota nga emigrantët. Pra do të thotë ata i detyrojnë emigrantët që ta bëjnë të gjithë procesin që nga hapja e zarfit deri tek votimi dhe mbyllja e fletës së votimit po në zarf, dhe t'ua përcjellin njerëzve të cilët i kanë në patronazh, me qëllim që ata t'ua provojnë shefave të tyre që 3 votat e emigrantëve i kanë garantuar. Dhe në thelb, ky është deformim i vullnetit të votës. Pra, ata emigrantët janë duke u detyruar, dikush për interes, dikush për hir se do të ndihmojë njeriu e vet që mund të rrezikojë vendin e punës e tjerë me radhë, po u deformohet vullneti dhe nesër do të kemi një rezultat që do të deformojë tërësisht rezultatin përfundimtar. E para, e dyta, nuk është marrë asnjë mas, pra ne nuk kemi për asnjë konkret, por edhe raste të tjera që janë shpërndar gjithandej nëpër celular, pra e merr ai të bën videon duke e votuar dhe thotë unë po votoj filan kandidat, filan parti politike, po e nis, tani nesër thotë e merr postieri tjera me radhë. Dhe këtu, kjo është jo vetëm në mos gabohem 9 ose 10 milion euro të hedhura në kosh, por është tërësisht një vullnet i deformuar i emigrantëve shqiptar sepse besoj që përsa kohë ka një patronazhim edhe të emigrantëve, do duhet ishte zgjedhur një mënyrë tjetër, cila ishte krijimi i një platforme të sigurt me qëllim që emigrantët të votonin të pavesuar, pa ndikim dhe vota e tyre të ishte e sigurt. Në këtë mënyrë, vota e tyre nuk është e sigurt. Dhe vota e tyre është mësuar përpara se të mbri te Parku Olimpik. Po mirë, ka ndonjë se pyetja është tani, po përbën vepër penale kjo që po ndodh apo jo? Po, dhe shkon deri në 3 vjet burg. Po askush nuk, ata i kanë hedhur në rrjetet sociale dhe ai nuk e bër, një rast e ka bërë në mënyrë demonstrative. Të tjerët e kanë bërë në mënyrë të fshehtë dhe ja kanë çuar për shembull, i ke kërkuar ti Gjevahir XY-Z-s votën për filan kandidat, ta ka çuar ty për të provuar besnikërinë dhe për të mbajtur fjalën. Pyetja që kam unë, kjo është për diskutim tani, është që jo, problemi kryesor, të orientoj unë në një moment. Problemi thelbësor është i kompanisë e cila është paguar 9 milion euro. DL-ja, e cila ka pajtuar njerëz të tretë, për shembull, dëgjova unë Gonxhen, cili deklaronte që ishim shumë të zhgënjur me greqimta. Kompania aty i cakton njerëz të tretë, të cilët i marrin këto, i lënë te Berberana, zarfat, i lënë në kafene, i lënë ndoshta te stacioni i trenit. Dhe këto janë gjëra shumë të habitshme. Domethënë kjo në këtë pikpamje është një dështim. Vota voton në një mënyrë shumë të thjeshtë dhe të sigurt. Fut duart aty në internet, sipas aplikacionit e gjithë. Po patjetër, do të ishte një aplikacion i sigurt, të mbrohej nga hakerimet dhe qytetari emigranti shqiptar ku do të ishte, do të votonte në mënyrë në kohë reale. Ta kanë zgjedhur një mënyrë si në kohët e lashta, që i çonte plumbi letrën. Ja vinin letrën plumbit te Kemba, edhe ai e çonte. E vrisin plumbin rrugës, binte plumbi. Se duket sikur jam po diskutoj kundër jush, por nuk. Jo, nuk e. Ajo që unë po them është. Ti thuaj çka ke? A e ka të rregulluar ligji shqiptar këtë gjë, se neni 327 për shkeljen e fshehtësisë së votimit, thotë që shkelja e rregullave që garantojnë fshehtësinë e votimit nga ana e personave të ngarkuar me zgjedhjet përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me
Po kush do e kontrolloj emigrantin në Zelandën e Re ose në Kanada? Këtë po them, pra ky Çfarë do bëj? Pra do thotë që kjo mënyrë që u zgjodh është një mënyrë tërësisht e gabuar. Ky është problem i ligjit dhe bëhet fjalë për 200 e ca mijë vota, që mund të fusin 10 deputet në kuvend. Ky është problemi i ligjit dhe kam përshtypjen unë që nuk është lënë kështu pa dieninë e ligjvënësve kjo gjë në këtë formë, se kam përshtypjen që një person i cili deklaron votën aty e di shumë mirë që nuk mund të përfundojë në burg për deklarimin e votës e thot do votoj PD-n apo PS-n. Kështu që ligji është i qartë dhe kam përshtypjen që ata persona për mendimin tim nuk rrezikojnë asgjë. Ne duhet ta kërkojmë llogarin diku tjetër tek institucionet që duhet bënin një ligj siç duhet edhe një platformë tjetër që ata të votonin siç duhet. Kështu që Okej, po tani votat po mbeten në përdyqane. Po çfarë do i thuash atit? Mos e deklaron votën. Ne e themi një gjë shumë, o zotri. Ne kemi detyra jonë. 20.000 militantë në mitingun e PS-s që e kanë deklaruar. Detyra jonë është të themi që metoda, mënyra ju keni zgjedhur është shumë qesharake. Nuk shkon. Edhe këto vota do të deformojnë komplet vullnetin dhe do kemi 10 deputet të cilët janë të diktuar morale dhe jo ligjore kam përshtypjen. Jo, kjo është vjedhje. Jo vjedhje, kjo është ma gjejnë ligj edhe ta diskutojmë. Është kështu më si mund të dalë tani njeriu se ne jemi dhe popull shumë çuditshëm tani. Merë i thotë që ja ku ja kam 5 vota. 5 vota thotë, dhe sigurisht këta dalin pjesa që janë meshkuj, burrat. Po pra, ja ku kam 5 votat. Ja ku kam kaq vota këtu, ja ku kam. Si kjo është një gjë tani që duhet të japim përgjigjen e nuk i kemi këta tani. Ne kishim kryetarin, komisionerin e kishim këtu, dhe i bëm këtë pyetje dhe ai ta ka një siguri për shkak të qenit serioze të DL-s në mes, po edhe DL-a pas ka varur kësaj pune. Dhe, do me thënë, në gjithsesi, kjo do të jetë një proces dhe ne do të vijojmë të jemi dhe më pas. Kompania e ka me KQZ kontratën, KQZ e ka problemin në këtë rast, sepse më shkruajnë kompania e ka kontratën me KQZ. Më kupton? Pra, kompania ka bërë një kontratë me KQZ dhe... Shkojnë një punojës i KQZ-s në çdo emigrant që voton. Tani nuk dim që të temi, po si që ndodhin gjerat në vendin ku jetojmë, gjitha gjerat dhe me thënë i nisim pak për sprapi, edhe kjo këshu ka nisu tani, se nuk ka si të bëjmë ndryshe. S'ka si të bëjmë disa punë të mira pa kuptim fare, kupton. Nuk është se veproje do të Klodin. Tani, me që ne umblodhëm, dhe kemi dhe fare pak minuta në dispozicion, a mund bëjmë pyetje tjetër në Klodi të rëndësishme që mendoj se tani vrasjet të ndalojnë këtu. Nafton edhe na pyet aty pyes, po normal që do na pyes. Po tani ka ndodhur një vrasje, 58 vjeçar në Vlorë. Po ndodhin shumë kohë. Se u vra ky? Po ndodhin shumë vrasje. Apo përfitojnë edhe nga zgjedhjet ta. Sigurisht, jetë edhe... Si e mendon ti tani këtë vrasje ç'është kjo? Renato Hoxha, 58 vjeç, është ekzekutuar në Vlorë. U trajtua fillimisht si një ngjarje e zakonshme, e rëndomt, u thasi është e rëndomt. Ky është rar? Po, ky është rar, është roje në një objekt në ndërtim, është banon në një nga lagjet mendoj më problematike në qytetin e Vlorës, aty ku në fakt banon edhe familja Sinomati, që është në përplasje shumë të forta me grupin e Ines Hajrullas. Fillimisht u tha që bëhet fjalë, ose më saktë u dyshuar për një krim ordiner, por realisht rezulton një krim i mirë organizuar dhe do t'jap detaje për këtë. Renato Hoxhaj është ekzekutuar diku rreth orës 6 e pak të mëngjesit të datës 27 prill, autori dyshuar i ngjarjes se ka pritur për afro 1 orë e 20 minuta që ai të dilte nga banesa, pra ka shkuar në këmbë aty, duket si një person i cili është veshur me rroba të gjëra, i maskuar me një kapele që është pikërisht e paskeni ju edhe foton, po ta shikosh kapelen e ka rrumbullake, gjë që nuk është karakteristik, nga ana tjetër mban edhe një maskë anti-Covid, ashtu duket, ka qëndruar të rreth 1 orë 20 minuta e ka pritur, e ka qelluar me 2 plumba në kokë dhe 1 plumb në trup dhe më pas krejt qetësisht, po ta shikosh videon, është larguar me një qetësi të pashoqe dhe ka hyrë në rrugica, më pas është larguar, dyshohet të jetë larguar nga Shqipëria përmes pikës e kalimit kufitar në Qafbot. Nga pamjet filmike që janë kapur në Qafbot dhe që ka një dyshuar konkret, është një person i cili në fakt në paraqitjen fizike nuk ngjason, ndaj hetuesi dyshojnë që ai ka veshur rroba të gjëra për të patur një pamje të ndryshme dhe kjo nuk ndodh për herë të parë.
Dyshohet që Renato Hoxha ka qenë informator i grupeve kriminale për ngjarje të rënda kriminale që kanë ndodhur, duke qenë se punonte në zonat të natës, pra viktima. Dhe mendoj që duke qenë se kohët e fundit ai kishte filluar edhe të konsumonte alkool, kjo ka qenë dyshohet që e kanë bërë, pra kanë kryer vrasjen për të mbyllur edhe gojën, që me qëllim që ai të mos fliste. Nuk ka patur dëshmitar të momentit të ngjarjes. Një person i cili është arrestuar, Eris Mehmeti, që është lënë ditën e sotme në masën e sigurisë arrest në Burg, është nga Tropoja dhe është personi i cili ka siguruar automjetin që është përdorur në ngjarje. Automjeti është blerë disa kohë më parë nga një biznesmen në Tiranë, në emrin e një gruaje 80 vjeçare në Vlorë. Dhe ai pretendon që nuk e mban mend, pra ja ka dhënë një personi automjetin, por nuk e mban mend. Por hetuesit, duke qenë se ai frekuentonte shpesh Dubai, mendojnë që ose dyshojnë që urdhri ka ardhur nga Dubai për ekzekutimin e Renato Hoxhait. Pavarësisht se krimi ka qenë i organizuar, fakti që kanë lënë disa gjurmë, unë besoj që mund të shkojë drejt zbardhjes deri tek ekzekutori, por tek ekzekutori do stopoj më pas edhe hetimi, sepse vetëm në rast të ndonjë pendese, sa i përket urdhëruesve, kam përshtypjen se nuk do të shkohet dot kurrë. Është hetuar edhe një pistë e mundshme për pronat, por më pas është zbehur, janë hetuar problemet personale të tij, nuk rezultojnë. Rezulton i divorcuar me 2 fëmijë të cilët jetojnë jashtë vendit, aktualisht bashkëjetonte me një zonjë e cila nuk ka patur probleme, kështu që pista më e mundshme deri më tani është që ai ishte në një farë mënyrë syri dhe veshi i një grupimi kriminal dhe që ka dhënë informacion për disa ngjarje të rënda. Klodi ishte e zauruse të kjo gjë, nuk është se... Jo, për Vlorën ka shumë për të folur, Gjevahir, kështu që... Shto një gjë dhe ti dhe të... Jo, e vetmja gjë që mund të them është që paktën nga dëshmia që ka dhënë bashkëtuesja e tij, ka deklaruar që ai ka qenë në polici shoqëruar përpara 2 ose 3 javësh, kështu që por nuk është se ka shumë informacion se cilat ka qenë arsyet pse ai është thirrur dhe është mbajtur në komisariat për 2 ditë sipas saj. Nëse policia pastaj ka pasur informacion mbi konfliktet e tij të mundshme, kjo mbetet... Pa nuk të bën përshtypje Gjevahir që muajt e fundit ai kishte mbushur shtëpinë me kamera sigurie, çka tregonte një lloj stepje dhe një lloj shqetësimi të tij në raport me atë çfarë po ndodhte? Të thash, nëse policia ka pasur informacion mbi konfliktet që ai mund të ketë pasur dhe ka pasur një kallëzim, denoncim, nuk e di, se tani unë nuk e di nëse ai ka denoncuar, nëse është ndjer i kërcënuar apo jo. Zyrtarisht nuk ka denoncim. Nuk ka një denoncim të tillë, po nëse ka ekzistuar një informacion dhe policia ka pasur këtë informacion, atëherë kam përshtypjen që jemi në kushte të tjera pastaj. Jemi në kushte të tjera. Okej, unë kam një pyetje tjetër. Përgjimet e Sky SC, Lala, me që jemi të kjo pjesë dhe ju jeni gazetar që investigoni në këtë pikpamje, përgjimet e Sky SC kanë treguar që Suel Qela emëronte drejtues të institucioneve në Elbasan. Çfarë di ti për këtë gjë? Tani ne kemi raportuar edhe më herët në emisionin tuaj që ka patur disa kontrolle të urdhëruara nga SPAK në disa banesa zyra, por edhe ambiente në qytetin e Elbasanit. Bëhet fjalë për 3 kontrolle të kryera konkretisht te Luan Tabaku, i cili është zyrtar në qytetin e Elbasanit, ka qenë në kadastër më pas tek Kujsjellës Kanalizimet, është koordinatori politik i Partisë Socialiste në këtë qytet dhe lidhje shumë e fortë e Suel Qelës. Po ashtu është ushtruar kontrollet tek Mariglen Qoku, që është administrator i Akademisë Futbollit Elbasanit, si dhe tek biznesi i Nazif Bajramit, Bajrami N. Çfarë rezulton? Rezulton që në rastin konkret, zoti Tabaku, sipas të gjitha hetimeve të kryera deri më tani nga prokuroria e posaçme, rezulton të jetë diktuar dhe të jetë emëruar në postin që ban aktualisht nga Suel Qela, sepse në gjitha komunikimet dhe në të gjitha datat përkojnë që ai bisedonte me anëtarët të grupit të tij kriminal, të organizatës së tij, dhe thoshte që shkoni bisedoni me Luanin, sepse Luani na duhet në atë pozicion, dhe më pas ata shprehnin fjalë pozitive për Luan Tabakun, njëri i cili të nesërme në momentin që do të shkonte në pozicionin që ata kërkonin, do t'ju jepte edhe tendera. Ka një moment të jetë interesant për administratorin e Akademisë së Futbollit Elbasani, Mariglen Qoku, i cili rezulton që në operacionin e datës 25 nëntor 2024, kur u godit organizata e Suel Qelës, rezulton që ky administrator, pra i Akademisë së Futbollit Elbasani, rezultot të jetë gjetur dhe ndaluar dhe verifikuar nga agentët e BKH-s brenda ambienteve të tregut agroushimor. Tregu agroushimor është në pronësi të babait të Suel Qelës, Petri Qela, dhe më herët ka ndodhur edhe ngjarja në 2018 në përplasja me policinë e shtetit, por po ashtu rezulton që ka dyshime
që ky person të jetë jo vetëm lidhje e ngushtë e Suel Qelës, se kjo është tërësisht e provuar, por të ketë qenë në shoqërinë e Suel Qelës pikërisht ditën që është kryer aksioni. Dhe tashmë është duke u kryer gjithë hetimi pasuror i Suel Qelës dhe i Akademisë së Futbollit Elbasani për të parë nëse Suel Qela ka investuar para të pista në këtë akademi. Sepse po të shikosh me kujdes përgjimet, ka dyshime të arsyeshme që Suel Qela ka investuar. Po ashtu rezulton që disa pasuri të Suel Qelës regjistroheshin në emra të personave të tretë, dhe për shembull njëri nga automjetet ishte regjistruar në emër të Nazif Bajramit, dhe ata e thonë në përgjime, sepse përgjimi pa patur një provë shtesë nuk mund të konsiderohet i tillë, dhe më pas ky automjet është gjetur, pra po jap disa detaje sepse më pas dosja është shumë e zgjeruar, është gjetur në shtëpinë e vllait të Suel Qelës gjatë kontrollit. Pra ideja është që ata emëronin drejtuesit e institucioneve ose injektonin para të pista tek, pra dyshohet tek të gjitha kompanit apo lidhjet e tyre, me qëllim që këto para të fshiheshin, pra t'i pastronin në këtë mënyrë. Dhe nga gjithë drejtuesit e institucioneve që dyshohet se kanë emëruar, kanë përfituar tendera dhe sot që po flasim, prokuroria është duke sekuestruar një sër tenderash që dyshohet janë marrë nga njerëz të lidhur dhe të kontrolluar nga Suel Qela dhe janë dhënë për shkak se Suel Qela kishte ndikuar në emërimin e titullarëve të institucioneve. Pra kjo tregon pikërisht atë që krimi organizuar ka ndikuar, ne e di më herët, në përcaktimin e kandidatëve për deputet, në shitblerjen e votës e tjera me radhë, tashmë është duke ndikuar edhe në emërimin e drejtuesve të institucioneve, më pas marrjen prej tyre të tendrave. Po të shikosh një moment, ka një bisedë të Suel Qelës që thotë mos e keq përdorni lanin, pra për luan tabakun, për çështje të vogla, sepse ai na duhet ne për çështje më të rëndësishme. Pra çështjet e mëdha kush ishin? Parat, tenderat. Dhe po të shikosh ka tendera pafund në qytetin e Elbasanit, që nga tenderat e pastrimit, që nga tenderat e rindërtimit, që nga pra ka pafundësisht miliona euro që qarkullojnë dhe ka fjali në dosje që thotë nuk duhet merremi më as me kokainë, se s'na hyn në punë kokaina për sa kohë që kemi milionat e tenderave. Dhe këtë pjesën e tenderave është duke u hetuar. Po, paga shumë detaje nuk kam, se ato janë përgjimet, por ky është problemi më i madh, është përdorimi elektoral i administratës, i mjeteve shtetërore, fondeve buxhetore, si dhe angazhimi segmenteve kriminale në fushat. Dhe rasti i Elbasanit dhe i personazheve që përmendi Klodi, sigurisht që është konkret dhe duhet, vetmja gjë që ne mund të themi është që dikush duhet marrë masa se çfarë ndodh në atë qytet. Unë them që vetëm një minutë, Klodi, ti mund të thuash një gjë sa fare vogël, duke larguar strishen për Suel Qelën, në Lebosh, aty, dhe disa zyrtar të policisë janë duke jotuar pasi kanë takuar shefin e qarkullimit Roven Zeka në blokin e sigurisë. Çfarë është kjo? Po një minutë kemi. Atë një minutë, Roven Zeka, shefi i qarkullimit rrugor të Tiranës, është arrestuar bashkë me 2 vartës të tij, Sokol Novaku dhe Edison Tabaku, në ndyshimet për korrupsion. Në momentin që është dërguar në bllokun e sigurisë, jo në paraburgim, në bllokun e sigurisë, 4 zyrtarë të policisë të Tiranës kanë patur takime me të dhe sipas pak janë takime të paligjshme sepse nuk mund të lejohet një person në hetim. Për këtë arsye, zyrtarët e policisë janë thirrur, janë marrë në pyetje dhe u është kthyer telefoni. Po ashtu, është sekuestruar telefoni i një biznesmeni të njohur në vend, kryesisht në fushën e ndërtimit, sepse rezulton që ai ka vënë kontaktin mes Roven Zekës dhe një biznesmeni tjetër, dhe biznesmeni tjetër ka ofruar para me qëllim që të mos arrestohej bashkëshortja e tij, e cila ishte përfshirë në një aksident me disa të plagosur. Të dhënat paraprake flasin që në telefonin e biznesmenit janë gjetur të dhëna kompromentuese për disa zyrtarë të policisë. Megjithatë, hetimi pritet të hetë dritë mbi këtë pjesë sepse është një hetim i cili sapo ka nisur dhe duke qenë se celularët janë duke u kthyer dhe nëse provat do të kryqëzohen me njëra tjetrën, mund të kemi më pas edhe rezultate, por ajo çfarë mund të me siguri është që në telefonin e biznesmenit janë gjetur biseda që tek marrëveshja që ka të bëjë me dherat në landfillin e Sharrës për dërgimin e kamionëve me dhera e deri tek planimetri që kanë të bëjnë me vila në zonën e Palasës. Megjithatë, presim hetimin për të kuptuar më qartë se çfarë është ky skandal që përfshin policinë e shtetit. S'kemi. Atëherë Lala, Rabina, unë ju falenderoj shumë. Faleminderit. Kaq ishte pjesa e parë, ishte shumë informuese, por dhe me problematikën thelbësore për partitë politike tani po e ngrenë tempin, fuqinë, zërin për zgjedhjet. Do shta ato nuhatin tani që edhe mund të fitojnë, mund mos fitojnë, e tjera, dhe
do bëhen gjitha përpjekjet si ndodh në vendin ku ne jetojmë, nderuar të shikues. Kjo ishte pjesa e parë. Publicitetin e do rikthehemi në pjesë fort politike, në pjesën e dytë. Publicitet.